Sot me një ceremoni u bë hapja e projektit renovimi dhe mobilimi ambienteve të ambulancës së organizatës komunale të pensionistëve dhe invalidëve të punës Prizren, i cili është implementuar nga ana e Agjencisë Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA. Në ceremoninë e hapjes morën pjesë ambasadori i Republikës së Turqisë në Prishtinë, zotri Tunç Angli, dhe nënkryetari i Agjencisë Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA, zotri Mahmut Çevik. Kryekonsulli Xhelal Dojan, zëvendës kryeministri i Kosovës Emilia Rexhepi, ministri Fitim Damka, kryetari i komunës së Prizrenit Shaqir Totaj, nënkryetar të komunës, zëvendës ministri Agon Dobruna, si dhe drejtori i shëndetësisë Simir Krasniqi dhe drejtori i QKMF-s doktor Fadil Bajraktari dhe të tjerë. Fillimisht të pranishmit i ka përshëndetur kryetari i pensionistëve Isuf Vraniqi, i cili tha se Prizreni ka 38.000 pensionist. Organizata komunale e pensionistëve dhe invalidëve të punës në Prizren vepron në territorin e komunës së Prizrenit duke përfshirë regionin dhe organizatat komunale Suarek, Raovec, Malishev, Dragash dhe organizatat komunale në Mamush. Statusin legal e normativ të organizatës sonë e rregullon statusi i organizatës që definon si organizatë pavarur, demokratike, vullnetare, shoqërore, humanitare, jo partijake dhe jo profitabile e përbërë nga antar vullnetar. Pensionistët të kontributëdhënësit, pensionistë parakohshëm, pensionist invalidor. Ambulanta interne, organizata komunale e pensionistëve dhe invalidëve të punës në kuadër të hapësirave lokale disponon me dhomën e ambulancës interne, pajisje ndihmës dhe me barna me afat të skaduara. Në vitin 2020, për shkak të pandemisë epidemiologjike COVID-19, në muajin mars, në kuadër të masave parandaluese të Institutit Shëndetësor dhe Qeverisë së Republikës të Kosovës, është ndalur puna në ambulancën interne të OKP-s Prizren. Asaj dhe e sot, gati 5 vjet, ambulanta nuk punon, barnat në stoqe nuk janë të përdorshme, afati të gjithëve është skaduar. Kryetari i komunës së Shaqir Totaj me këtë rast pasi përshëndetit të pranishmit, tha se ne do të jemi në përkrahje të këtyre personave që kanë bërë shumë për Kosovën e Prizrenin. Edhe pse ambasadorin e Turqisë nuk e konsiderojmë mysafir, por konsiderojmë vendas. Zëvendës kryeministrin, mysafirën e lartë të Turqisë TIKA-s, ministrin ton, mikun ton, konzullin, duke ju falenderu zemërgjërsisë dhe katishmërisë TIKA-s në këtë rast. Sot përorojmë këtë objekt apo këto shërbime të cilat tash mas do të ofrohen këtu në këtë lokacion përmes drejtorisë së shëndetësisë dhe përmes drejtorit të QKMF-s, që do të përmirëson apo do të lehtëson sadopak situatën e shoqatës e pensionistave. Kjo tregon se kur shumë akter bëhen bashkë, punë të mira kryhen. Domethënë do të më falenderoj edhe zëvendës kryeministrin për angazhim, TIKA-n, komunën e Prizrenit, kolegët e mi. Shumë akter, një punë e mirë, kurse përfitimet shkojnë të shoqata pensionistëve, njerëz që kanë punuar tonë jetën për këtë qytet edhe për këtë shtet, edhe meritojnë një respekt, edhe meritojnë një kujdes, edhe më të madh se ky, edhe rikonfirmoj gatishmërinë e komunës që gjithmonë në kuadër të kompetencave dhe të mundësive financiare të jetë pranë për të plotësuar kërkesat e shoqatës pensionistëve për aq sa do të mundemi. Pra po konfirmojmë se qytetarët dhe institucionet e Prizrenit sillen konform reputacionit e tyre që e kanë, duke u ndalë në ndihmë mas shumë të atyre që mas shumë të kanë nevojë, këta janë pensionistët. Uroj që mos të kenë shumë nevojë për këto shërbime, që të kenë shëndet të mirë, edhe ju premtoj se do të jemi të gatshëm gjithmonë që të japim kontributin tonë, dhe ju falenderoj për vëmendje. Kurse ministri Damka dhe zëvendës ministri Dobruna me këtë rast kanë theksuar se ata do të vazhdojnë të jenë në përkrahje të kësaj ambulance. Kurse për investimet që tashmë kanë shënuar në Kosovë, ka folur nënkryetari i Agjencisë Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA, zotri Mahmut Çevik. Ai ka theksuar se janë mbi 8.000 projekte të investuara në Kosovë nga Turqia. Shkatësi që jemi në një
në një rast të tillë ku kemi për të promovuar zyret për ambientet për pensionistët dhe invalidët e punës. Si ministri përgjithse ne kemi pasur vëmendje të shtuar për këto dy kategori, sidomos për pensionistët ku kemi mbështetur me shuma të njëhershme dhe të përhershme gjatë mandatit ton dhe duke forcuar Inspektoratin e Punës si agjenci ekzekutive e linjës që të kujdeset për drejtat e punëtorëve dhe kujdesin e shtuar përmes rregullarëve të ndryshme për të gjithë invalidët e punës apo personat me aftësi të kufizuara të formave të ndryshme. Besim të përkushtuar që të vazhdojmë tutje, t'ju mbështesim edhe më shumë, të falenderojmë donatorët që kanë besim të ne dhe që jemi të gjithë së bashku për të arritur suksese të gjithë bashkë. Kendileri gerçekten Kosova'nın kalkınmasına, Kosova'nın devlet oluşunda çok büyük destekleri. Në emrin tim dhe në emër të partisë dua të falenderoj të gjithë të pranishmet. Natyrisht ne edhe si ministri, po edhe vetë do të vazhdojmë që të jemi pranë pensionistëve. Sağlık alanında yapmış olduğumuz projelerden bir tanesi de bu sağlık ocağının tadilatının yapılması ve hizmete sunulmasıydı. Një prej projekteve që kemi realizuar në sektorin e shëndetësisë është pikërisht kjo renovimi dhe furnizimi me inventar të kësaj ambulance për nevojat e shoqatës pensionistëve. Në kuadër të projekteve tona në sektorin e shëndetësisë kemi realizuar projektet e ndryshme, posaçërisht për neve ishte e rëndësishme që të mbështesim QKMF dhe qendrat e mjekësisë familjare në vendet të ndryshme të Kosovës, t'i mundsojmë atyre materiale të ndryshme medicinale për të ofruar shërbimet sa më të mira qytetarëve të Kosovës. Po ashtu të kemi patur mbështetje me mjekët nga Turqia, duke mbështetur Kosovën me përvojën e tyre, me trajnimet e ndryshme për mjekët nga Kosova dhe që kanë shkërmbyer përvojat e tyre në shumë tema siç është shëndeti i nënës dhe fëmijës dhe në temat e ndryshme duke i pru mjekët më eminent nga Republika e Turqisë. Në sektorin e shëndetësisë kemi projektin së fundmi, projektin Kapital që kemi realizuar në qendrën klinike universitare të Kosovës, duke e bërë renovimin dhe furnizimin komplet me inventar të intenzivës qendrore të QKUK-s dhe kështu kemi treguar që jemi afër Kosovës duke i mundësuar atyre që të realizojnë shërbime më të mira për qytetarët e Kosovës. Ambasadori me këtë rast tha se duke falenderuar punën se cilin nga këta dhe duke vequar ndihmën e se cilit tha se kemi arritur këto, kurse ai tha se shëndeti është i rëndësishëm. Prizren Belediye Başkanımız, değerli dostum Şakir Bey'e ihtiyaç duyduğu her zaman Türkiye'nin yanında yer aldığı ve dik bir şekilde durduğu için teşekkür etmek istiyorum. Në anën tjetër dua të falenderoj kryetarin e komunës së Prizrenit zotëri Shaqir Totaj, i cili ka qëndruar gjithmonë pranë nesh, edhe në kohë të vështira, edhe të mira, gjithmonë ka qenë pranë Turqinë, pranë neve, ashtu që edhe njëri falenderoj zotëri kryetar. Dhe në praninë e gjithëve dua të falenderoj edhe nën kryetarin e TIK-s, zotëri Mahmut Çevik, i cili me këtë projekt dhe me projektet të ngjashme në vazhdimsi ka ndihmuar dhe ka mbështetur Kosovën. Ashtu një falenderim i veçantë edhe për ministrin Fikrim Damka dhe deputeten zonjën Fidan Zhëllta për që janë duke qëndruar si ura e gurit, pikërisht si ura e gurit e Prizrenit, edhe këta janë urë lidhse në mes të Kosovës dhe Turqisë, edhe njeri faleminderit për këtë mbështetje. Ne jemi njoftuar sot, po natyrisht me ministrin zotin Ekuran Murati dhe me kabinetin e tij kemi një bashkëpunim mjaft të mirë dhe takime shumë të mira. Shpresoj se në një kohë shumë të afër do të krijohet qeveri e re dhe këto punë të mira do të vazhdojmë edhe më tutje. Dera jonë është gjithmonë e hapur për shoqatën e pensionistëve dhe
gjithë pjesëtarët e shoqatës së pensionistëve. Dera e konsullatës sonë është gjithmonë e hapur, kur të keni nevojë mundeni me shku dhe me kërku ndihmën e tyre. Zëvendës kryeministri Emilia Rexhepi tha se kjo iniciativë është para 6 muajve dhe ne arritëm të konkretizojmë me zotrin Čevik që dhe ja sot të kemi këtë ambulancë, tha ajo. Ali jako je veliki uspeh donijeti nešto u vašem gradu. Kao što predsjednik opštine reče, kad se udružimo svi zajedno, rezultat je veći. Veliko hvala dugujem i koordinatorici Tike ovde. Ona je jako skromna, please come with me. Ona je jako skromna, ali je veliki radnik. I ovaj projekat ne bi uspeo da njena angažovanost nije bila ovako uspešna. Republika Turska je naš veliki bratski partner i naše veze su dugoročne. Ovo je samo jedan od projekata koje mi zajedno radimo. Tika je zaslužna za milionske investicije ovde kod nas na Kosovu i to trebaju građani Kosova da poštuju. Së fundmi u ndan edhe mirënjohje të veçanta për të gjithë të pranishmit që kanë kontribuar që kjo autoambulancë sot të jetë funksionale.